Ju përshëndes zonja dhe zotrin, juftoj të na ndiqni, do të flasim për ndërgjegjësimin për të shkuar tek psikologu. Është një temë shumë e rëndësishme kjo, sepse shpesher ekziston tabuja për të paragjykuar, a duhet kërkuar ndihmë, stresi, ankthi, gjendja psikoemocionale e jona, ngarkesa negative, zemërimi, frika, ndjesia e turpit, vetmia e tjerë janë gjendje psikoemocionale për të cilat duhet të kujdesemi çdo ditë, por cilat janë më së shumti justifikimet që gjejmë për të mos shkuar tek psikologu apo frika që kemi nga paragjykimet se nëse shkojmë tek psikologu na konsiderojnë të sëmur. Bisedën do ta zhvillojmë me Eriona Bërdicën, psikologe. Eriona, mirë se vjen. Bërdica, ju keni kohë që e ushtroni profesionin e psikologut. Në mendimin tuaj, në gjykimin tuaj, sa e pranishme është kjo tabuja, le të themi, për të mos u paragjykuar nëse shkojmë tek psikologu? Atëherë, unë ka disa vite që të bëj profesioni, pavarësisht kësaj, shoh që njerëzit vazhdimisht kanë atë tendencën që me paragjyku një iklim kur shkojnë te psikologu. Dhe shoh që njerëzit vazhdimisht janë të shqetësuar që se duhet shkojnë te psikologu, çfarë mendojnë Eriona, se janë një drejton shkoj te psikologu. Dhe shohim vazhdimisht të tabun, tendencën për të paragjykuar, tendencën për të qenë krahasuar me problemet e njëri tjetrit e tjera. Eriona, unë po shfletoja pak më parë dhe diku renditeshin disa arsye, diku thuhej do doja po nuk kam kohë, pra justifikime që i bëjmë vetes për të mos e pranuar këtë që është edhe tabuja se do të paragjykohemi. Nuk dua të flas për gjërat e mia intime, private, me një të huaj, nuk shkoj dot te psikologu se shërbimi kushton shumë, e tjerë, cila nuk ndjehem keq çdo ditë, unë mund t'ja dal edhe vetëm, unë mund të kërkoj asistencën e rrjeteve sociale, e të googulluarit për shembull, për të marrë ato këshilla të cilat mund t'ja dali vetëm. Pra në gjykimin tuaj, cila është mbizotruese nga këto gjithë justifikimet që mund t'i bëjmë vetes, po që në fakt nuk e ndryshojmë dot vetëm këtë situatë kur është kur ndjejmë që trysnia e mendimeve negative nuk na lën të qetë? Po thoshta që njerëzit në përgjithësi paragjykojnë për tabun që do shkoj, pse do shkoj, sidomos gjendin me problemet edhe hallet që unë kam. Pse unë duhet të paguaj për një shërbim, por unë nuk ja them shokut, shoqes time, partnerit, kolegut apo koleges, edhe shqetësimet e tjera që kanë. Por njerëzit duhet ta kuptojnë që nuk është se të marrësh një shërbim i cili është profesional, dhe si t'ia thush dikujt që është shoku apo shoqja. Ndryshon pjesa objektivitetit. Më dëgjon? Po, ju dëgjoj shumë mirë. Bërdisa, cili... Po, përfundojeni. Ju vete keni ndjerë... Po, thoja që... Po thoja që një person i cili ka nevojë të shkojë te psikologu, duhet ta kuptojë që objektiviteti dhe subjektiviteti ndryshon. Se një person i cili është objektiv, i cili në këtë rast është psikologu që shërbim për punën e tij dhe është profesionist, dhe nga një person i cili është shoku, shoqja, që gjithmonë do të jetë më objektive dhe do t'i japë drejtë atij personit që ka probleme. Ju vetë, Bërdica, e keni ndjerë, ndoshta është edhe ndjesi e vërtet dhe duhet mirë kuptuar. Pra, sikleti që mund të kenë njerëzit për të folur për gjërat e tyre private, intime, me një të huaj në këtë rast me psikologun, frika se mund të diskutohen hallet, problemet e tij personale që ka artikuluar me
me psikologun jashtë studios e tjerë, e tjerë, e tjerë. Po, atëherë, unë e kam djerë të nevojshme që për këtë temë të diskutohet më tepër, po ashtu që të merret shërbim psikologjik si nga ne që jena psikologë të cilët e marrin gjithë, ndër që mos kalojnë në burnout, lodhje emocionale, në frustrime dhe në zbrastim emocional në momentin që ti punon me klientin, po ashtu edhe për gjitha traumat, frustrimet nga gjithë secili prej nesh. Bërdica, më ka ndodhur njëherë me një mikeshën time, po ka shumë vite në fakt, që ishte edhe më tabu se sot, kërkoj ndjes, kishte shkuar për të kërkuar asistent tek një psikolog dhe po më tregonte mua që këtë fragmentin këtu nuk ja thash kështu, por ja thash ashtu, pra referuar bisedave që zhvilloni ju, për shembull, me qytetarë të ndryshëm që vinë dhe kërkojnë ndihmë tek juve, nuk i quajta pacient, se ndoshta nuk duan të konsiderohen të tillë. A vëreni për shembull që ka mos përputhje të çfarë thon, a vëreni që ndonjëherë janë të pavërtet, pra e kanë atë merakun që të mos turpërohen, pra të fshehin diçka, të mos e tregojnë krejt të vërtetën siç është. Pra e keni një lloj perceptimi të tillë apo gjithçka thot pacienti është e vërtetë? Dhe si mundet që dikush të shkoj, se unë këtë i thash, si ke shkuar tek doktori, dhe ndërkohë e gënjen për simptomat dhe si pret të të ndihmojnë në momentin që nuk i thua krejt të vërtetën tënde. Bravo, ke drejt. Ti përgjigj tamam. Pjesë në seancat e para që bëhet me klientit, krijohet pjesa e besimit, pjesa se ti aty duhet të çdo gjë ashtu siç është, por shohim që njerëzit kanë atë tendencën që të gënjejnë, të manipulojnë, që të mtasojnë vojza në mënyrë që psikologu mos të shikojnë, që ta oporojnë, që t'i vënë filtra në situatës emocionale. Dhe shohim që pas 5-6 seancave njerëzit janë të vërtetë, nuk gënjejnë më, janë më real, nuk kanë filtra për tregojnë historinë edhe ngjarjen ashtu siç ka ndodhur. Pra ndodh, edhe mund të ndodh. Po, ndodh. Po, edhe mund të ndodh në shumicën e rasteve. Dhe si menaxhohet kjo, pra është besimi, thoni ju, që jep psikologu, që e bën pastaj pacientin të zhvishet edhe të thot krejt të vërtetën. Nëse ka shkuar me synimin për të ndihmuar veten, nëse nuk ka shkuar aty thjesht për t'i bërë qejfin familjarëve apo miqve që mund t'ja kenë sugjeruar ardhjen tek psikologu. Bërdica, a ndjeni ju shpesh që të ngatërohet psikologu me psikiatrin, për shembull? Sepse ndodh shpesh që vija ndarëse mes këtyre dy profesioneve, ka shumë qytetarë, ndoshta për shkak të pa informimit apo keq informimit, që ngatërojnë cili është roli i psikologut, deri ku shkon përkujdesja e psikologut dhe ku vijon pastaj një tjetër aspekt në përmirësimin e gjendjes, që natyrisht shkon edhe me medikamente, jo vetëm me këshilla. Po, atëherë psikologu ka për detyrë edhe përgjegjësinë maksimale të klientit gjithmonë në interesin më të lartë të klientit. Ajo që njerëzit nuk kuptojnë se ngatrojnë psikologën dhe psikiatrin, siç e thënë ti. Është ajo etiketimi të psikologut ku njerëzit e çmendin, nëse njerëzit që kanë nevojë për ilazh. Ndërkohë që te psikologu ka një person i cili ka vështirësi në përshtatje, që ka nevojë për këshillim, ka një periudhë vështirë, ka një periudhë stresi etj. Ndërsa tek psikiatri, kur simptomat tona fizike, emocionale, psikologjike nuk mund t'i trajtojmë anë të folërt me terapistë me psikologun, atëherë psikologu ka shkuar në psikiatrin dhe individi klienti në këtë rast merr ilazh ose medikamente gjithmonë në sugjerimin e psikiatrit. Por ne si psikolog nuk japim ilazhe dhe nuk është detyra jonë që të japim as ilazhe as medikamente. Kjo është ajo që konfuzohet apo ngatruhet shpesh herë.
Erjona, po si mund të bëjmë për ta ndryshuar këtë kulturën e të menduarit edhe të mos paragjykuarit që edhe shëndeti mendor ka rëndësinë e vetë se nuk duhet të turpërohemi nëse kemi probleme edhe të shëndetit mendor apo edhe problematikat e gjendjes sonë psikoemocionale shpeshherë. Pse vërejmë që familjarë të ndryshëm e kanë shumë problem të çojnë fëmijën e tyre te psikologu, të shkojnë vetë, si mund t'i sensibilizojmë, do t'ishte pyetja e saktë. Që të mos turpërohen. Duke qenë më të hapur në një jetë. Që do të thotë, të jena më real, më vetvetja, edhe se edhe ti që zhveshim ato mendimet që gjithë jemi mirë, gjithë jemi të lumtur, gjithë bëjmë një jetë e cila është fush me lule, nuk kemi asnjë shqetësimi, asnjë lloj halli. Më thonë të zhveshim gjithë mekanizmat nojë që gjithë secili prej nesh ka, dhe të jemi më real, edhe më vulnerabël. Mund të arrijë këtë mund të arrijë nëpërmjet ndërgjegjësimit i cili fillon që nga familja, edhe pastaj nga grupet shoqërore, shkollat, nga universiteti, nga ambientet ku secili prej nesh merr pjesë. Erjona, më lejo të pyes, të lutem, si mund ta bëjë secili prej nesh përpara se të shkojë tek psikologu një reflektim të sinqert me veten për sa i takon gjendjes psikoemocionale. Pra, një reflektim që të na ndihmonte nëse shqetësimet tona emocionale, mendimet negative tonat janë të përkohshme, të vazhdueshme dhe kur është momenti për ta hedhur hapin për të shkuar tek psikologu. Atëherë, kur ne shohim që nuk po ecin gjanat ashtu siç ne mendojmë se duhet, kur ne shohim që nuk kemi atë ndjenjë si përpara, kur kemi një ndjesie plotësie, frike, stresit apo anksit, kur ne kemi vështirësi që me kryer aktivitetet e vogla ditë, për shembull, me takuar një shok ose një shoqe, kur ne kemi vështirësi me punën e përditshme, kur ne nuk gjejmë rasti të gjërat që përpara na kanë dhënë rasti, se kemi mungesë interesit tek aktivitetet e përditshme. Po janë disa nga gjërat që njerëzit nuk i kuptojnë ose vinë vetëm momentin që bëhet një gjendje e madhe anksit ose një gjendje depresive. Po ashtu, në momentin që ne jena vazhdimisht të lodhur ose të frustruar emocionalisht dhe nuk e kuptojnë se manifestojnë vetëm me pjesën e simptomave, jam lodhur, nuk jam të rrezi, nuk më eci puna, përtoj me bokse, përtoj me botë, ndërkohë që kanë janë simptoma, të cilat kur ulen atë që analizojmë se cili ka nevojë për të paktën ndihmë dhe këshillim psikologjik. Erjona, si ndikon se një tjetër sëmundje e kohëve tona, ndërkohë që rrjetet sociale gëlojnë dhe secili mburret kush ka më tepër miq virtual, realitetin për ditëshmërinë tonë është krejt ndryshe, vërejmë një izolim social dhe një ndjenjë të vetmisë gjithnjë e në rritje. Si ndikojnë këto tek gjendja psikoemocionale dhe si duhet ndryshuar? Po, rrjetet sociale ndikojnë negativisht, e po ashtu gjithë scrolling, ideja e TikTok-ut, rrjeteve sociale, ideja që kemi luftën online, tregon një botë e cila nuk është as pak reale dhe është komplet falso. Kjo bën njeriu që të ketë atë lumturinë vetëm virtuale, atë që duhet të tregojë personës, një tjetrit etj. Por lumturia dhe siç e thënë ti miqësi, edhe shoqëria që është për te asaj botës virtuale shumë e pakë, shumë e dobët edhe shohim që ditë për ditë telefoni, iPad-i, rrjetet sociale janë të shkut marrëdhëniet e vërteta njerëzore dhe çdo gjë po shpërblihet me mesazhe, me tekste, me FaceTime etj. Erjona, nëse do t'i kategorizonim varësit të shëndetshme dhe varësit të pashëndetshme që vinë nga kjo gjendje e rënduar psikoemocionale, çfarë mund të rendisim disa prej tyre dhe si mund të vetë ndihmohen apo si do t'i ndihmonte psikologu në këtë rast?
Atë e rëndësishme është që ne të kuptojmë në rast kohën që ne kalojmë online, kohën që ne kalojmë që bëjmë scroll, që rrinë në rrjetet sociale, dhe si mund ta zëvendësojmë këtë, mund ta zëvendësojmë me një ecje në natyrë, me një aktivitet fizik, me pak yoga, ose me pilates, ose që ti delsh në shtatë me një dikë që ke për zemër, etj. Do thonë, mos të rrim në telefon gjatë gjithë kohës, mos të bëjmë, mos kryejmë varësi nga telefoni dhe nga lojrat etj. Teknologjike, nga filmat, nga reality show që i shohin shumë që njerëzit janë çdo ditë më shumë të obsesionuar, dhe na do harrojmë që jeta vërtet është atje jashtë, nuk është kanë një ekranit të cilët e kena çdo ditë në dorë, çdo minutë. Po, nëse flasim për varësitë të pashëndetshme që vijnë nga gjendje të rënduara psikoemocionale, Bërdica, ju natyrisht mund të flisni më në detaje dhe më gjerësisht, po për shembull çrregullimet e të ngrënit, dikush ka humbur njësinë matëse të ngrënit, dikush nuk ushqehet fare, problemet me gjumin, çfarë ju këshilloni në raste të tilla? Pacientëve dhe sa ju dëgjojnë, Eriona që është më e rëndësishmja, pra a vini re që pas konsultave që zhvilloni ju me qytetarët që kërkojnë ndihmë të ketë reflektim pozitiv në të shumtën e rasteve? Atëherë, në shumicën e rasteve konsultat e cilat bëhen me psikologët dihet që njerëzit të cilët kanë një problem të caktuar dhe vinë tek ne duhet të kenë edhe dëshirën që të vetë ndihmohen dhe të zbatojnë gjithë atë planin terapeutik që duhet të kanë mes klientit edhe mes psikologut. Ideja është kjo, patjetër që ka përmirësim. Mos në raste që ka dënimet dhe çrregullime të ndryshme, duhet patjetër një profesionale dhe duhet të jetë një profesionist i cili ta ndihmojë personin që ka nevojë dhe bashkëpunimi duhet të jetë ndërsjellë, do të thonë duhet të jetë reciproke, edhe personi që ka nevojë dhe psikologu. Dihet që simptomat nuk është se zhduken, nuk është që ti të shku tek dentisti ose të shku tek nuk e di, inxhinieri që do të bëjnë një skiz, do të bëjnë një plan. Dihet që kërkon kohë fizike dhe emocionale që ti të arrish aty ku duhet më arrit, por kjo është pjesa më e bukur sepse nëse siç është arkitekti për një institucion caktuar, për një stil inxhinieri, doktori, ashtu është edhe psikologu për një që ne të shërojmë, thojta trurin ose një flaks që ne na them ta mbulojmë atë me anë të fjalës dhe me anë të shërimit që ndodhet klientit edhe psikologut. Por shërimi është një proces i gjatë, është vulnerabël, ka shumë dinamika psikoemocionale, nuk është se çdo gjë do ecë shumë mirë, sepse zbulimi vetës dhe ngjarjeve që ne na bën shumë i gjatë, por çdo gjë fund ja vlen për me zbulu veten edhe për me shëruar veten. Eriona, dhe së fundmi, uroj ta kemi sqaruar një herë që psikologu është aty për t'i ndihmuar dhe jo për t'i gjykuar dhe paragjykuar, dhe në fakt këtë qasje duhet ta ketë secili prej nesh me gjithkënd, jo vetëm ju që ushtroni profesionin e psikologut. Desha t'ju pyes, a jepni detyra shtëpie, Eriona? Apo gjithçka konsumohet gjatë kohës që i keni në studio? Psikologe kam atë çastin e cila është TBT, që do thotë nëpërmjet detyrave të shtëpisë, terapia kognitive behaviorale. Do thonë, unë punoj që të ndryshohet mendimi dhe të ndryshoj mendimi, ndryshohet edhe fjala. Që do thotë, nëpërmjet disa detyra specifike që klienti merr, ato duhet të zbatoni dhe duhet që ne shohim pjesën e rezultatit. Nuk është se rezultati vjen për një kohë caktuar, absolutisht, nuk është se ne vendosim një limit caktuar, por gradualisht në anë të terapisë vjen që detyrat plotësohen, duke ndryshuar mendimi, do ndryshojë edhe sjelljen, gjithmonë me anë të teknikave të psikoterapeutike. Dhe së fundmi për ata që kanë mirakullin se kushtojnë shumë, se nuk ja dalin dot, se nga njëra anë rëndesën psikoemocionale e sjell edhe gjendja ekonomike, Bërdica, me thënë të vërtetën, dhe ndoshta shumë qytetarë e mendojnë realisht të vështirë, të pamundur ardhjen
për të marrë këshilla. Pra, është një shërbim që kushton, gjithmonë referuar me standardin ekonomik që kemi ne në vendin tonë. Atëherë, pa tjetër që se cili qytet ka çmimet e veta, se cili profesionist ka çmimet e veta. Ideja është që nëse një zanë ose po bëjmë një udhtim jashtë shtetit që një na duhet, atë nivel që nuk e di se çfarë kosto të vend, por të faktin çerrikur nëse gjysmë, ne ta planifikojmë që do bëjmë seanca këshillimit. Herën do me shku që të marrë një shërbim profesional nga një profesionist, edhe duhet që të faktin këto 5 herë mund të dëgjojnë dikush që dhe unë kemi qetë dhe të zbrazë gjithë aty që kam edhe të japë psikologët. Po, zakonisht Kurse për pjesën e çmimeve se cili ka çmimet e tjera dhe nuk është mund të kemë diçka më konkrete. E kuptoj. Pra, me aq sa thoni ju edhe mund t'ja dalin nëse do dinin të kursenin ata që kanë mundësi për të kursyer. Ju përmendët 5 seanca. Zakonisht, Eriona, sa seanca ju nevojiten apo në varësi të problemeve psikoemocionale që ka qytetari? Dhe distanca kohore nga njëra seancë në tjetër. Por që seanca nuk janë të mundshëm që ti të bash terapi të mirëfillt me një person. Mund të jetë vetëm për vështirësi për shembull në përshtatje ose për një stres aktual që unë kam. Në varësi të çrregullimit që personi ka ose të asaj vështirësisë psikoemocionale, bëhet plani i trajtimit nga psikologu bashkë me klientin edhe shihet që sa seanca ka nevojë. Terapia mund të zgjasin 3 muaj, 6 muaj, një vit, por nëse mund të bëjmë diçka konkrete. Mund të jetë minimumi 2 muaj, 5 muaj, 20 seanca, varet edhe problemi që personi ka. Eriona Bërdica, ju falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim të radhës së bashku. Faleminderit, se kësaj gjithmonë. Uroj shumë sinqerisht të kemi kontribuar sadopak për ta sfumuar disi, se nuk pretendojmë që me biseda të vogla të tilla, por shumë të dobishme, ta zhbëjmë atë tabun që fatkeqësisht ekziston, se do paragjykohemi nëse shkojmë te pacienti e se do dukemi si të dobët në sytë të tjerëve. Në fakt është një akt i guximshëm, kurajoz, që secili prej nesh do ta bënte thjesht dhe vetëm për t'i përmirësuar vetes shëndetin emocional, psikologjik. Ne ju falenderojmë zonja dhe zotrin për vëmendjen tuaj.